Pas sekuestrimit të një celulari të sofistikuar në qelinë e Lajert Haxhiut në burgun e sigurisë të lartë të Drenovës, prokuroria e posaçme ka nisur zbërtimin e pajisjes në laboratorin e saj digital. Hetuesit dyshojnë se përmes këtij mjeti Haxhiu ka komunikuar me eksponentë të krimit të organizuar, duke vijuar aktivitetin kriminal dhe nga brenda burgut. Pajisja ju gjet disa ditë më parë gjatë një kontrolli të befasishëm nga forcat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, në kuadër të një hetimi që po ndiqet nga SPAK. I konsideruar si një nga emrat më të rrezikshëm të botës së krimit, Lajert Haxhiu është dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës në vitin 2017. Ai ndodhet në Trenov prej korrikut 2024, pas ekstradimit nga Greqia, ku është arrestuar një vit më parë. Por përveç dënimit të formës së prerë, ndaj tij po zhvillohet edhe një proces penal për drejtimin e një grupi të strukturuar kriminal, i akuzuar të paktën 17 ngjarje të rënda, përfshirë vrasje, atentate dhe trafik droge, ngjarje të zbardura nga bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani. Burimet nga SPAK bëjnë me dije se zbërthimi i celularit mund të sjellë prova të reja që kompromentojnë në rrjetin e komunikimit dhe urdhrat që Haxhiu mund të ketë dhënë nga burgu. Kjo ka shtuar presionin për vendosjen e tij në regjimin e posaçëm 41 bis, që parashikon izolimin total dhe ndërprerje të çdo kontakti të paautorizuar në botën e jashtme. Autoritetet kanë konfirmuar se ekspertimi i celularit është një proces, ndërsa paralelisht po shqyrtohet transferimi i mundshëm i Haxhiut në një burg tjetër me masa më të forta sigurie për të shmangur përsëritjen e ngjarjeve të tilla.